Eliona, e lodhur nga debatet e vazhdueshme me Albën, më në fund shpërthen dhe vendos t'i thotë të gjitha hapur. Ajo qëndron përballë Albës me një shikim të fortë, pa dridhje në zë dhe pa hezitim. Banorët e tjerë ndjejnë menjëherë tensionin që ngrihet në ajër dhe fillojnë të afrohen, duke krijuar një rreth të heshtur rreth tyre. Elba, mjaft, thot Eliona me një ton të prerë. Ti nuk je njeri i mirë, dhe këtë e ke treguar me sjelljen tënde çdo ditë. Nuk e di pse mendon se gjithmonë je e drejtë, kur në fakt sjellja jote i lëndon të tjerët. Alba e shikon me sy të rrudhur, gati për t'i përgjigjur, por Eliona vazhdon pa e lënë. Ti nuk di të menaxhosh asnjë situatë. Çdo gjë e kthen në dramë, çdo gjë e bën sherr. Ke nevojë të reflektosh për veten, sepse diçka nuk po shkon tek mënyra si silles. E gjithë kjo që po bën nuk është normale dhe po krijon tension te të gjithë. Banorët fillojnë të këmbejnë shikime mes tyre, të befasuar nga mënyra e drejtë për drejtë e Elionës. Nuk mund të sillesh kështu me të gjithë dhe të presësh që njerëzit të heshtin, vazhdon ajo. Ti duhet të marrësh kohë për veten, të kuptosh çfarë po ndodh me ty, sepse sjellja jote është e çrregullt dhe po e lodh gjithë shtëpinë. Alba për pak çaste mbetet pa fjalë, duke ecur mbrapa, ndërsa Eliona vazhdon ta shikojë drejt. E vendosur dhe e prerë. Tensioni në dhomë është aq i madh sa edhe banorët që zakonisht ndërhyjnë këtë herë heshtin. Ky debat i tyre bëhet një nga përplasjet më të forta që ka parë shtëpia, duke lënë të gjithë të habitur me mënyrën se si Eliona, e zakonisht e qetë, doli nga vetja dhe i tha Albës gjithçka që kishte mbledhur prej kohësh. Alba përplaset keq me Elionën gjatë një bisede që fillon thjesht si diskutim, por shndërrohet shpejt në debat të nxehtë. Në momentin që Eliona përpiqet të shpjegojë pikpamjen e saj, Alba e ndërpret me nerva, duke ngritur zërin dhe duke mos e lënë të vazhdojë. Aman, Eliona, mjaft me këtë sjellje si fëmijë, thot Alba, duke tundur kokën me zhgënjim. Ti çdo gjë e kthen në dramë dhe viktimizohesh për gjën më të vogël. Nuk është kjo mënyra si sillet një vajzë e rritur. Eliona hap sytë dhe çuditur dhe përpiqet të përgjigjet, por Alba vazhdon edhe më me ton të ashpër. Gjithkohës sillesh sikur të gjithë të kanë borxh dhe sikur jeta të godet vetëm ty. Shton ajo. Kjo s'është fare sjellje e mirë, por ti nuk e sheh këtë. Rri e qahesh, e bën viktimën dhe pastaj pret që të gjithë të përqafojnë. Banorët përreth nisin të dëgjojnë me kujdes, ndërsa tensioni rritet. Disa shikojnë Elionën, e cila mban frymën dhe mundohet të ruajë qetësinë, ndërsa të tjerë shikojnë Albën që po shpërthen edhe më shumë. Mos u sill sikur je e pafajshme në çdo situatë, vazhdon Alba pa u ndalur. Nuk je aq e mirë sa hiqesh. Njerëzit e shohin fare mirë se çfarë po bën. Atmosfera bëhet e rëndë dhe Eliona, megjithse mundohet të mos e humbas toruan, duket e lënduar nga fjalët. Banorët mbeten në heshtje, duke e kuptuar se ky konflikt po shkon drejt një pike ku mund të shpërthejë edhe më shumë. Alba hyn në dhomë e nervozuar dhe pa ulur mirë, nis të debatojë me banorët një nga një. Zëri i saj është i lartë, i dridhur nga nervat dhe çdo fjalë i tingëllon më e rëndë se tjetra. Banorët e tjerë, të habitur nga shpërthimi i saj, e shikojnë me mosbesim, ndërsa disa përpiqen ta qetësojnë, por Alba nuk ndalet. Ajo ngritet në këmbë, me duart që i lëvizin pa pushim, dhe shpërthen, ju të gjithë silleni si stallë derash. Nuk ka rend, nuk ka respekt, nuk ka asnjë njeri normal këtu brenda. Disa banor habiten dhe mbeten pa fjalë, disa të tjerë nisin të kundërshtojnë, por Alba vazhdon pa hezitim, duke treguar nga njëri te tjetri. Ju s'dini të mbani pastërti, s'dini të flisni me respekt, vetëm bërtisni e krijoni rëmuj. Kjo shtëpi po bëhet si një çmendin nga sjelljet tuaja. Zëri i saj mbulon gjithë sallonin, duke bërë që të gjithë të ndjejnë peshën e fjalëve. Një banor tenton të afrohet për t'i folur më butë, por Alba e shmang menjëherë, mos u afroni. Se s'kam më durim. Asnjëri këtu brenda nuk po sillet si duhet. Banorët fillojnë të mërmërisin mes tyre, disa të mërzitur, disa të acaruar, sepse fjalët e Albës u bjen rënd dhe krijojnë një atmosferë edhe më të tensionuar. Disa prej tyre duken të lënduar, të tjerë irritohen dhe e pyesin pse po e tepron kaq shumë. Por ajo vazhdon të flasë, duke e bërë të qartë se gjendja e saj është krejtësisht jashtë kontrollit. Shtëpia mbetet e heshtur për disa sekonda pas shpërthimit të saj, ndërsa tensioni ndihet i trashë në ajër dhe të gjithë e kuptojnë se ky konflikt do të lërë gjurmë në marrëdhëniet mes tyre.
Alba rifutet në shtëpi me Arushin e saj në dorë, duke e mbajtur fort sikur më në fund po merr frym lirisht pas gjithë dramës që kishte shpërthyer. Sa po kalon derën, shfaqja e saj ndryshon krejtësisht, fytyra i zbutet, sjellja i qetësohet dhe ajo duket shumë më e relaksuar, sikur Arushi ishte i vetmi gjë që e rikthente në normalitet. Ajo ulet në divan, përkëdhel Arushin dhe fillon të flasë me një ton shumë më të butë, duke dhënë përshtypjen e një personi tjetër nga ai që disa minuta më parë kishte shpërthyer para të gjithëve, por ndërsa Alba përpiqet të qetësohet, në anën tjetër banorët fillojnë të pëshpërisin mes tyre. Shumica nuk e shohin me sy të mirë këtë ndryshim të menjëhershëm. Disa duken të pavendosur, të tjerë hapur të irrituar. Kjo s'është normale, thot njëri prej tyre, duke tundur kokën. Si mund të ndryshoj kaq shpejt? Duket sikur po luan teatr. Të tjerë shtojnë se sipas tyre, Alba nuk duhej të ishte rikthyer fare në shtëpi pas gjithë asaj që kishte ndodhur. Disa madje shprehen trosh se ajo duhej të kishte qenë e eliminuar, sepse sjellja e saj ishte bërë e vështirë për t'u përballuar dhe kishte tensionuar të gjithë ambientin. Për ta, fakti që ajo u qetësua menjëherë sa po mori Arushin e saj, duke u shfaqur krejt ndryshe, duke i çuditshëm dhe pak i pabesueshëm. Ndërkohë, Alba nuk duket se e vëren plotësisht atmosferën e ftohtë që po i krijohet përreth. Ajo vazhdon të rrijë e shtrirë, e qetë dhe e përqendruar te Arushi i saj, ndërsa banorët vazhdojnë të komentojnë nën zë, duke e parë me dyshim dhe duke u bindur edhe më shumë se situata është ndërlikuar dhe se kthimi i saj mund të sjellë debate të reja. Alba zihet keq me Bian dhe situata shpërthen shumë më fort se sa pritej. Tensionet mes tyre kishin kohë që po rriteshin, por këtë herë Alba nuk e përmban më veten. Ajo i afrohet Bies me nervozizëm të dukshëm, fytyra e saj e skuqur dhe zëri i ngritur që mbush gjithë dhomën. Ti nuk je as fare ajo që hiqesh, i thot Alba duke i dalë përballë. Je shumë e shëmtuar me sjelljen që ke dhe s'di si të silles fare me njerëzit. Bia ngrim për një moment, e habitur nga agresiviteti i papritur i Albës. Banorët e tjerë fillojnë të afrohen rreth tyre, pa ditur nëse duhet të ndërhyjnë apo të presin si do zhvillohet situata, por Alba nuk ndalet, vazhdon të flasë me zë të lartë. E mërzitur dhe e mbushur me inat. Ajo e akuzon Bian se po sillet keq, se po provokon dhe se po krijon situata të panevojshme në shtëpi. Fjalët e saj janë të rënda, të mbushura me nerva, dhe çdo fjalë shton edhe më shumë tension. Bia përpiqet të mbajë qetësinë, por sytë e saj tregojnë se fjalët e Albës po e prekin. Ajo e kthen kokën anash për një moment, sikur kërkon një frymëmarrje të thellë për të mos shpërthyer edhe vetë. Banorët përreth fillojnë të shqetësohen, duke i parë të dyja vajzat teksa debati po bëhet gjithnjë e më i ashpër. Në ajër ndihet tensioni dhe të gjithë e dinë se kjo përplasje nuk do mbarojë lehtë. Edi puth dhe përqafon Dolçen me një afeksion të hapur, duke e bërë të qartë para gjithë banorëve se mes tyre po krijohet një lidhje që po bëhet çdo ditë më e fortë. Ata arrin afër njëri tjetrit, duken të relaksuar dhe të qeshur, sikur pjesa tjetër e shtëpisë nuk ekziston. Banorët i shohin se si shkëmbejnë batuta, përkëdhelje të lehta dhe momente të qeta ku thjesht shijojnë shoqërinë e njëri tjetrit, duke dhënë përshtypjen e një çifti që po e gjen veten natyrshëm. Edi i thot Dolçes me zë të ulët se ajo është një vajzë shumë e mirë, se ai e vlerëson mënyrën si e trajton, si flet dhe si i qëndron afër. Ai duket i sinqert dhe i përmbledhur në fjalët e tij. Sikur më në fund ka gjetur dikë me të cilin ndjehet rehat. Ndërsa e mban në krah, Edi i rrëfen se nuk po e sheh këtë gjë si një lojë ose si një moment kalimtar, por si diçka që mund të shkojë më larg. Ai i tregon se dëshiron diçka serioze, se nuk po e kërkon thjesht një lidhje të përkohshme brenda shtëpisë, por diçka më të thellë dhe të qëndrueshme. Dolçe e dëgjon e qetë, e buzëqesh dhe ndjen se fjalët e tij e prekin. Të dy vazhdojnë të qëndrojnë të përqafuar, duke krijuar një atmosferë të butë dhe të ngrohtë që bie në sy të gjithëve. Ndërkohë, banorët fillojnë të komentojnë për afërsinë e tyre, duke vënë re se marrëdhënia mes tyre po bëhet gjithnjë më e dukshme dhe më e fuqishme. Sidoqoftë, Edi dhe Dolçe duken të përqendruar vetëm te njëri tjetri, duke e lënë gjithçka tjetër në hije ndërsa kalojnë kohë të bukur së bashku. Eliona përplas fjalët me tone të larta ndaj Benitës dhe debati mes tyre bëhet edhe më i fortë se më parë. Ajo e shikon drejt në sy dhe i thot hapur se sjelljet e Benitës kanë qenë prej kohësh kontradiktore, duke e quajtur atë dyfytyrshë për mënyrën se si sillet një ditë keq e një ditë mirë.
Eliona shton se të gjithë e kanë parë këtë ndryshim të papritur dhe se sipas saj, Benita po përpiqet t'i mashtrojë banorët me një imazh të rrem. Ajo vazhdon duke i thënë se askush në shtëpi nuk bindet nga sjelljet e Benitës, sepse gjithçka që bën duket e detyruar dhe jo e sinqert. Eliona i thotë se kjo lloj loje është aq e dukshme sa, sipas saj, vetëm dikush që nuk mendon mirë do ta provonte këtë mënyrë për të manipuluar situatën. Ajo i thot trosh se Benita nuk mund të mashtrojë askënd, as banorët dhe as publikun, sepse të gjithë kanë parë se si ajo ka vepruar deri tani. E tensionuar, Eliona vazhdon duke thënë se Benita nuk e meriton të qëndrojë në shtëpi, sepse ka sjell vetëm energji të keqe, debate të panevojshme dhe sjellje që s'kan qenë asnjëherë të drejta. Sipas Elionës, Benita mundohet të shtiret, por e vërteta i del çdo herë në sipërfaqe. Banorët përreth i shikojnë të habitur, ndërsa Eliona nuk e ndal as pak fjalën, duke e lënë të qartë se nuk beson asnjë gjë që del nga goja e Benitës. Në fund, atmosfera bëhet e nxehtë dhe tensioni në dhomë rritet edhe më shumë, ndërsa Eliona qëndron e palkundur në qëndrimin e saj, duke e bërë të qartë se nuk ka ndërmend t'i tolerojë më sjelljet e Benitës. Benita fillon të sillet ndryshe me Elionën, dhe ndryshimi është aq i papritur sa disa banorë nisin ta shikojnë me dyshim. Ajo afrohet pranë saj me një buzëqeshje të butë, sikur të mos kishte ndodhur asgjë midis tyre, dhe i flet me një ton shumë më të qetë dhe të ëmbël se zakonisht. Por, ndërsa jashtë duket sikur po e kërkon miqsinë e Elionës, brenda vetes Benita duket se po përgatit diçka krejt tjetër. Në ambientet e shtëpisë, ajo rri shpesh afër Elionës, e ndihmon në disa gjëra të vogla. I flet mirë dhe përpiqet të krijojë idenë se është kthyer krejtësisht në një person më të sjellshëm. Banorët e tjerë e vërejnë këtë ndryshim, por disa prej tyre nuk e besojnë. Nga mënyra se si ajo hedh ndonjëherë një shikim të fshehtë, ose nga mënyra se si I vëzhgon të tjerët, duket qartë se diçka po përpunon. Benita, ndërkohë, vazhdon ta luajë rolin e saj. Ajo I rri pranë Elionës, I thot gjëra të mira, e komplimenton dhe vepron sikur janë afruar shumë papritur. Në pamje të parë, duket sikur po e kërkon ribashkimin dhe dëshiron të lërë pas konfliktet e kaluara. Por poshtë kësaj sjelljeje të ëmbël, ajo duket se ka një qëllim të fshehtë që vetëm ajo e di. Eliona, e cila është mësuar me mënyrën e vjetër të Benitës, nuk e kupton plotësisht ndryshimin. Ajo e pranon afrimin, edhe pse duket pak e hutuar dhe nuk e kupton pse Benita po është kaq e qetë. Disa banorë, të cilët e kanë vëzhguar situatën nga larg, shkëmbejnë shikime, sepse u duket e çuditshme kjo kthes kaq e menjëhershme. Natën, Benita shfaqet edhe më e qetë dhe më e afërt me Elionën, por fjalët dhe veprimet e saj duken sikur janë të ndërtuara me kujdes, sikur po e përgatit terrenin për diçka që ende nuk është zbuluar. Mënyra si sillet, mënyra si shfaqet e përmirësuar brenda natës, e bën situatën edhe më të dyshim. Kjo sjellje e Benitës krijon tension në shtëpi, sepse askush nuk e di çfarë synimi ka ajo në të vërtetë. Të gjithë e ndjejnë se pas kësaj afrimiteti të papritur mund të fshihet diçka tjetër.